Ky edicion special kushtuar 8 vjetorit në Zoom nuk ka kuptim pa ju tregu pak edhe urimet që njerëzit e tanë të dashur na kanë adresu në rrjetet sociale, po edhe kur kanë qenë të ftuar në Zoom, në fakt na nuk i kemi thonë që folni për neve, po ata e kanë ditë datën sepse kanë dalë edhe memorje të shumta në rrjetet sociale që pothuajse çdo përvjetor kemi organizu aheng të ndryshëm në Zoom kafe dhe mëtej. Dua të them që është një insert shumë emocional për mu dhe indjashëm që ka të bëj me fjalët e bukura dhe miradije që personazhet e ftuara të Zoom i kanë adresu drejt nesh. Falenderoj të gjithëve për emocionet, për mesazhet, për dashurinë që na jepni, në fundit është njerëzore të japim dashurinë njëri tjetrit. Do doja që këtë dashuri të na shoqërojë në 2025-ën në familje, por të bekuar nga Zoti, me të ardhura të mira dhe me qetësi shpirtërore. Ju dua. Hajta, kam si batut. Vetëm këtë foton ta bëjmë çik na mbuloj çik barku. Po jo se ke dhe fëmijë, kështu që nuk. Po më fëmijë kam sash jam sakat. Vlerësoj shumë dhe je një mikeshe vërtet. Derisa u takuam pas disa kohësh, kjo thotë që marrëdhënia jonë është shumë okay dhe unë e vlerësoj shumë. Shumë e privilegjuar që jam këtu me ty, vërtet. Shumë faleminderit për energjinë e përmendur edhe në fillim të intervistës, po e përmendet tani sepse ndonjëherë nuk ka lidhje fare oratoria apo ideja e të folurit dhe të asaj që duam të shprehemi. Ndonjëherë është edhe vibe i tavolinës, kështu që më bëri të ndihem shumë mirë, shumë rehat. Faleminderit ty, të uroj një vit sa më të mbar, suksese. Edhe besoj që nuk do jetë intervista jone e fundit. Albina, unë nuk po të them edhe 100 vjeç, sepse jam i bindur që nuk do ta bëj njëri më mirë se ti në zonë. Kështu që në zonë frymoftë aq sa do frymosh ti në radio, në televizion edhe në portale. Besoj që falë dëshirës tënde dhe dashurisë tënde me cilën e bën këtë punë në zonë më shtu ku është sot. Ne e dim shumë mirë se sa vështirë është të krijosh një format të tillë, të jesh i ndjekur në YouTube, por e dim shumë mirë dhe çfarë kënaqësi është kur ti merr sukses nga klikimet e nga shikueshmëria. Kisha thonë je shumë e bukur dhe shumë femër që jep pozitivitet, kështu që unë i dua femrat pozitive të hershme dhe kështu që të uroj sukses edhe ti meriton më të mirat. Albin, unë e kom pas punëtore je, edhe ti edhe komplet stafi ju, për mua është e disha kom hek shumë vetë, po më thënë çfarë rrugëtimi çtirë kom pas edhe vazhdoj me pas, do më thonë ti mirë me bo, mandej njerëzit ta kthejnë me të keq e lemo, di çfarë rrugë me xhemba, me keni pas, ju dëshiroj tonat mirat e botës, mas pari ta keni shëndetin, sa ma shumë punë, e sa ma shumë lekë. Pret haver, si jam ka du me bo një story në Instagram. A vëdën një mbëlsirë? Hajda. Edhe pse nuk... Me qa janë këtu? Me gjithë shka, do me tha një Ç'kja ta provoj, ç'kja po ndrugë interesant? Po, si kemi shpërndar në shumë qytete, kështu që janë shkri pak. Po, kam mbëlsira. Faleminderit edhe për juve. Okej, shnosh doçk. Hajda. A jemi? Pra po këty në zero. Po të mirë na qet një ka një kafe, këtu folni. Për 2 euro, hajda. 3, 2, mos e nalë. E du një prononcuese. Lim për juve kishte me qenë mas partë më uru shëndet, suksesën punë, vazhdo, mos mundal, se ti je një person shumë pozitiv, ki një karizëm shumë interesant që ki arrit me mbajt edhe me transmitu të tjerë që unë sërhem taku me ty veç gjana pozitive për te e kam dëgju edhe kam pa që sukseset e tua janë të thot veç rrugës
e lartë. Kjo kishte me qenë për mu që një urim për ju dhe me vazhdu dhe mos mund dalë. Uroj shumë suksese edhe emocionale, sidomos ti me ideja tua që i ki s'kom fjallë. Kështu që shpejt të marrë edhe anejka, ja shtetit tina pak. Unë ju kisha uru shumë sukses, e kom përcjell jo vazhdimisht se s'muj me rajt, po më ka rënë sy dhe kom pa ka herë punën tonë dhe përgëzoj për punën që e bën, kështu që shpresoj me arrit aty ku e meritoni komplet si staf. Të më turu pak me një lule nga emisionin Zonë. A ishte bukur se e përdjeva dorën me puqa.